Parashikimi i motit për ditën e sotme me rritje temperaturash në të gjithë vendin. Vendi ynë do të mbetet në mbizotrimin e motit të kthjellët në të gjithë 24 orëshin, ku më të theksuara kthjellimet do të paraqiten në Bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të dominohen zonat malore, verilindore, juglindore. Më të dukshme vranësira do të jenë në orët e pasdites. Ky stabilitet i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje si në vlerat minimale dhe ato maksimale, duke u luhatur nga 10 gradë Celsius minimale shënuar në qarkun e Dibrës deri në 32 gradë Celsius, vlera maksimale cila pritet të jetë në shumë qytete të zonës së ulët. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare për gjatë gjithë ditës, me shpejtësi mbi 30 km/h nga drejtimi kryesisht jug perëndimor. Përpasoj, brigjet detare do të jenë me dallgëzim të ulët.